lidhje që mjafton ta shikosh atë qenë në sy dhe më pas të fiksohesh me atë qenë. Rasti konkret është edhe historia ime, cila në 2010 kur shpëtova këtë qenin, të parin gjë që kam parë direkt në sy për të kuptuar nëse ishte apo jo mirë, sepse kam gjetur komplet aksidentuar, duke marrë frymë, ishte i shtrirë dhe thjesht e mora në një mënyrë dhe e pash direkt në sy për të siguruar që a ishte ende gjallë apo kishte akoma shpresë për të mbijetuar. E kam marrë me njëherë, kam dërguar te veterineri dhe ky ka qenë kontakti im i parë me një qenë ndacak, le të themi. Dhe prej asaj ditës kam menduar dhe jam lidhur aq shpirtërisht me çdo kafshë tjetër, sepse ka qenë po e njëjtë si herën e parë, po ajo lidhje si herën e parë. Kështu që lidhja ka qenë është një tjetër emocion, thua, edhe në mënyrën se si ti. Emocionet, Flori, ndryshojnë në varësi të kafshës që shpëton, sepse ke një emocion kur shpëton një qenë, ke një emocion tjetër kur shpëton një mace, kur shpëton një kal dhe pastaj arrin që këtë kalin ta dërgosh dhe në familje, është vërtet një emocion akoma më i madh dhe një forcë për gjithë ne animalistët për të vazhduar, për të shpëtuar sa më shumë kafshë dhe për të qenë zëri atyre të cilët nuk kanë zë. Por jo të drejta. Në çfarë aspekti? Në aspektin që... Patjetër jo të drejta. Në çfarë aspekti, Jonida? Në aspektin që nuk është se vërtet janë ndacak, edhe ne i trajtojmë sikur ato nuk kanë të drejta për të jetuar apo të drejtat minimale. Të paktën ne si njerëz duhet të bëjmë minimalisht, domethënë t'i ushqejmë, sepse ato janë pjesë e komunitetit, duam apo s'duam ne. Po. Dhe pse kanë frikë njerëzit nga qenë ndacak në rrugë? Po e parë punës është që ky është problem që është brenda tyre. Nuk mundet dot, po pse nuk kanë frikë nga qenë ndacak? Nuk kanë ndodhur të asnjëherë të sulen, të kafshojnë? Po dëgjoj, e parë punës është që... Nuk më mërë mendje që s'ka ndodhur. Ka ndodhur në 2009-ën, diçka e tillë. Unë kam qenë me German Shepherd, me një pastor gjerman, domethënë ne kishim qenin ton, dhe një grup, pa qeni im kishte probleme sepse ishte i pasigurt. Domethënë, ai krijoi pasiguri, edhe u mblodhën domethënë gjithë ato, u mblodhën gati 9-10 qenë për rreth, po. Dhe por ato vinin nga mbrapa dhe lenin, por unë nuk jepja, domethënë, frikë apo nuk i shikoja në sy. Domethënë, janë disa gjëra që nuk duhet i bësh me qenë. Domethënë, nuk duhet i shikosh në sy, sepse ai syri, zakonisht unë kopjoj dhe ato, domethënë që kam në shtëpi, kur rinatosen me njëri tjetrin, zakonisht ato shikojnë 45 gradë, domethënë nga ai që kanë mendje të sulmoj, ose nga ai që është i acaruar. Po, agresori. Pra nuk e shikojnë në sy, ti shikojnë andej. Shikojnë andej, edhe... Të kanë në reze, po nuk i kanë nga ty, sepse nuk t'jep fuqi, domethënë nuk të sfidon. S'duhet ta sfidosh kafshën, s'duhet vraposh, domethënë duhet të ndrosh drejtim, nuk duhet vraposh në asnjë mënyrë, sepse ai vrapimi të bën ty si pre. E kuptoj. Domethënë duhet të ecësh me hapa të sigurt, po të ngadalt. Edhe asnjëherë nuk duhet... Po mirë, kafshën që nuk e... Është pak e vështirë kjo që thot Jonida, Endri. Pra, jam dakord që ti duhet ta menaxhosh, po kur të të vinë për shembull 5 qenë apo 10 qenë që të jenë të lehin... Është edhe çështja se shumë njerëz fusin veten e tyre në panik dhe unë kam vënë re një gjë. Që qenë, sidomos qenë të acak, të cilët janë rrahur me vuajtje nga më të ndryshmet dhe din të mbrohen nga mënyra nga më të ndryshmet, e kanë instiktin që të arrijnë dhe të kuptojnë nëse ti je futur totalisht në panik, ose je në një gjendje paniku. Nëse ti vetë vendosesh në panik, normalisht që qeni do të sulmoj, sepse të ndihen që ti je në panik. Nuk mendoj se po ti ikësh me vrap ata të vinë të sulen apo ku ta di unë. Personalisht kam qenë pre e një sulmi rreth 30 qenë, që si përfundim nuk më sulmoj asnjë nga ata, veçse unë qëndrova totalisht i shet, nuk bëra asnjë lëvizje dhe
u mundova që ti neutralizoj ata. Pra, neutralizim duke qëndruar në vend dhe me dorën para duke bërë stop 360 gradë. Në mënyrë njëri nga ata i cili ishte më i forti, vazhdoi qëndroi aty, ka qëndruar për gati 10 minuta për pjesa tjetër u largua. Dhe mbasi unë jam larguar nga aty dhe kam marrë makinën, sepse ishte një zonë që u sheqe në vazhdimsi, kur jam larguar nga aty Flori më kanë ndjekur gati 5 kilometra pa frikë nga mbas, imagjino. Dhe tash, okej, këta tani po ndjejnë mua sepse unë e futa vete në panik. Jo në panik sepse ata do sulmonin mua, por në panik se mos i shtypte makina. Dhe ata qa bërën më kesh në mes të rrugës dhe mbas makinës time. E kuptoj, kështu që e ndjejnë edhe kafshët thua kur kanë atë tensionin edhe panikun. Njerëzit që kanë frikë. Tensioni është gjëja kryesore. Për kur hasemi në një situatë me një grup qenshe ndacak, duhet të qëndrojmë vetë sa më të qetë dhe nuk duhet të përhapim panik në vetë vete. Sepse nga lukura nuk duhet të bërtasim, nuk duhet të themi qenëve të rrugës shko, sepse qenëve të rrugës me termin shko acarrohen. Momenti që një qeni të rrugës i thua shko, normalisht ai do të sulmoj, sepse prej asaj shkoje dikur mund të ketë ngrënë një gur, mund të ketë ngrënë një shkop, mund të ketë ngrënë një kolpo me makinë. Pra edhe fjalët i janë ngulitur atij se çfarë ka përdorur njerëzit për ta sulmuar. Interesante, pra i kanë memorie, Sa më i qetë. Nëse je i qetë, qeni e kupton që je i qetë dhe nuk je aty për t'i bërë keq atij apo tufës të tjerë të qenëve. Dhe këtë ta them nga eksperienca. Po aroma e qenëve të tjerë mund të ketë ndikuar për shkak fakti që ndjejnë aromën e qenëve të tjerë, pra të kafshëve, sepse ti je një njerëz që nuk e mendoj këtë sepse edhe në rrugë ata ndjejnë shumë aromra. Përkundrazi, duke qenë se janë në rrugë, nuk është se kanë një numër të limituar aromra që ata ndjejnë dhe nuk e shikoj si një ndër faktor pjesën e aromrave që ne kafshëdarësit apo gjithë personat që mbajnë kafshë në shtëpi kemi. Kështu që nuk e mendoj si një ndër faktorët kryesor të sulmimit të qenëve ndacak. E kuptoj. Më shumë se sa panik të vetvete dhe ndjesia mos të hapet panik, mos të bërtitet, totalisht i shet dhe të gjithë qenë do largohen. Për të shtuar mbi vazhdim, në momenti që trupi jonë krijon këtë adrenalinën, ky hormon adrenaline derdhet, është si erë rreth nesh. Dhe ato këtë kapin do me thënë që kuptojnë që okej, ti ose ke frikë se do të sulmosh edhe je i rrezikshëm për ne, ose je i pafuqishëm, ose është diçka do me thënë që është ajo frika, do me thënë që i bën ata të të sulmojnë ty përpara. Por këta njerëz që kanë frikë nga qenët, duhet të mbajnë ushqime speciale për qenët, që ti do me thënë ti afrojnë